sot është dita e 4 e Ramazanit, dhe me lejen e Allahut azza wa jalla do e lexojmë një hadith, për të cilën ky hadith ka të bëjë me gjitha me Ramazanin, me komplet me Ramazanin, me ditët e Ramazanit. Thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam: ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'i sayyi'ati al-hasana tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam: ke frikë Allahun kudo që t'jesh, dhe atë keqen që e ke bo, minja përcelle ma asoj, minja përcelle atë keqen që ke bo, minja me të mirë. Temhuha, ka më të fshida më thonë e keqja. Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Dhe ndaj njerëzve sillu mirë, sillu me moral të mirë, sillu me mirësjellje më të mirë. Prej çështjeve të dobive të këtij hadithi që na ngrumbullan komplet me Ramazanin ton, është në disa pika. Gjëja e parë është që përmirësimi yt me Allahun azza wa jall. Qysh është gjendja jote me Allahun azza wa jall. Dhe ka hen ku ittaqillaha haythuma kunta. Ki frikë Allahun kudo që t'jesh. Ramazani ty duhet me përcjell. Do të me të përmisu në fakt. A pi ki frikë Allah në zëgjën këtë që t'jesh? A pi oru është shikimit? A pi oru është harameve? Ndëgjimit haram? Për kënë agjerojmë për Allah në zëgjën. Nuk folë me keq, nuk mami për bejem, nuk këthojnë të shëthejme, nuk bojnë haram, nuk shikojnë haram. Që të më thonë kja? Mi pat frikën Allah të zëgjën. Çështja e dytë të jullëz është përmirësimi i vetës tanë. Në Ramazan ka mundësi njeriu me bëna i gabim. Mina mas atij gabimit bëje një vepër të mirë. Bëje një vepër të mirë. Pse? Nga se ka në hadith, pas asoj të keq që e ke bërë, bëje një vepër të mirë, të fshihet ajo e keqe. E në Ramazan hen edhe kjo pjesë e hadithit. Ndodh që na mujë me bëndo një vepër haramit, gjunahut, mi po mbas atij gjunahut, minjëherë e bëjmë një vepër të mirë, një istikfar, një dhikr, një sadaka, fshihet dhe më thonë gjunahi që e kemi bërë. Gjëja tjetër e vëllezër është që përmirësimi me të tjerët. Kur ti mirë me Allahun, kur ti mirë me veten tonë, atëherë do të më kanë edhe me të tjerët. A e gjitha këta na bën me agjerim. Agjerimi është mirë me Allahun, agjerimi është mirë me veten tonë, ama agjerimi do të më kanë mirë me dërgon tjetër. A ka orë në hadith, a i cilë e ofendan, shan, të fynë, që të me thonë, i njësaj, unë jam agjerushëm, as nuk ofendajs, as nuk shoj, as nuk shyna, as nuk bëj punë të fleshta, në me thonë edhe këto hen që me përmisu vetë njeriu me morali më të mirë. E fundit të ju vëllezër, agjerimi për ne është realitet një shkollë, e cila na mëson të përmirësohemi në çdo sen. Kjo është ju vëllezër. E gjithë agjerimi është për neve shkollë që na mëson mu përmirësu në çdo gjë që na afron tek Allahu azza wa jall apo edhe për të mirat e dunjas. Allahu azza wa jall na bëjë që me jetu me këtë hadith, ya rabbil alamin.